ti? Po të dyja. Ti e ki në gjitu, na? Po e kam gjitë, veç e kom shef. O, qile derën vajs, mos më lemu jashte. Që po përshtatë të tekste? Se të dera. O, qile derën vajs, mos më lemu jashte. Përshëndetje, zonja Mirje, si jeni, si kaloni? A keni kohë, lutem, për një intervistë të shkurtër? Po si urna, ne jam në urnat e tua. Hajde, po ta vendosim mikrofonin dhe po të regojnë asët se qka kemi vesh. Qa ke veshur? Si që po e shehne? Qka po shehni ju, kom vesh që jam qështo. Në amo nërë që to, e kom një trener këtuj. Se këto, shumë bukur. Ndërkohë, këto pantallonat ku i ke marrë? Në Amerikë, Taket? taket në Kosovë, në Prishtinë, po, me porosi online. Okej. Edhe pantit me pika zeza shumë të bukra po më pëlqejnë. Edhe kash me i kapin vetë? Po, normal, kam e shku sot mi regullu flokët që mu kanë rritë. Ku kime shku? Kam shku të Selvetja dhe me i bo flokët me keratin. O, shumë bukur. Procedure gjatë. Ndërkohë, unë këto e kom marrë në Fashion Nova, që shi kom të regu, që to është prej Zarës ose prej H&M, nuk e di, nuk e maj man, to jam prej Ojshës, edhe qizme që i kom blinë shash. Edhe kaq. Që lullet e miket, se më kam pit miket shumë për lullet e tuaja, lullet e tuaja. Por janë lullet e miket. Nuk po i shehni jo që edhe diri në fund të shkallëve që atje kam lulle. Ju kom të regu që në një video të veçant, do t'ju të regoj për lullet e tua. Po, në regull. Deri atëherë, miru pafshi!